Prej Lutfia Jazit e prej shumë të bashkëve që ka ndodhë, pra që plot me emna i dim, me Selim Brusha, me këta Gjeladin Beqira, me Mehmet Luca, gjithë këta. Pra si kur të kisha qenë luft, ndoshta isha përballë keq. Unë se fali, po as nuk ka këmerne, po me fali jo. Pra ideja sigurisht se sa herë, dhe me thonë, familja ja binte ushqimin, ajo një pjesë e ndante, dhe përmes gardiones ja dërgonte babait. Prej Lutfia Jazit e prej shumë të bashkëve që ka ndodhë, pra që plot me emna i dim, me Selim Brusha, me këta Gjeladin Beqira, me Mehmet Luca, gjithë këta. Pra gjithë këta, ata njëni më ka rrej mu, po tjetër më ka rrej shoqet e mija. Pra gjithë këta. Edhe gjithë, se këta kanë qenë dorës gjatër e dikuj tjetër. Pra si kur të kisha qenë luft, ndoshta isha përballë keq. Tash mas lufte, nuk e di. Une kisha pas dëshirë me i pa para gjyqit. Domethënë kjo është pengu jem tash, ajo ka ndodhë që ka ndodhë, po dëshira ime kishte me qenë që gjithë ta që janë gjallë, edhe me pas punu shteti ma shumë, edhe këta me dalë para gjyqit. Me u përballë edhe me i tregu gjanat. Jo ta shti me dalë dikush edhe me njollos edhe gjitha ta të burgosin politik. Shiko, burgosin politik na kemi qenë burg. Në burg kemi qenë me të thonë drejt me më këthy me një fjallë shumë atë lirë. Burgu mas burgu së shumë ma i fështirë. Në më thonë, na kemi pas një burgologji mas burgut. Sepse dikush o frigu me fol me neve, dikush ka thonë, do shta kanë kallëzu ata diçka, do me thonë të thik me dy teja kur jemi dalë. Punë s'kemi pas, do me thonë, unë tek në vitin 2000, kom fillu më punu, s'kem pas as një privilegj, as kredine, as kur gjo, as punë, as përcjellje, gjona, se kur t'hish në burg e din që je hiq aty, edhe të rehin ja denojnë edhe jeq aty. Ama kur delsh, është shumë ma e fështirë, pra gjithkund kemi qenë përcjellun. Plot, ku shkoj, çka boni, se ki pas sigurët as njëherë që ti, prap nuk je përcjellun, ose prap nuk merresh. Pra ka qenë një burg, faktikisht unë edhe në fakultet kom qenë para përjashtim, mirë po në fakultetin tonë kishte qenë interesant se është bo një komision disciplinur në fakultet, dhe falë profesorit Hasan Mekuli e disa profesorëve tjerë që kanë qenë komision, studentët që janë denu, për shembull një student që është denu me 5 vjet, ato kanë përjashtu 5 vjet. O denu 3 vjet e kanë përjashtu 3 vjet. Ata që janë dalë për i burgit, na kanë qitë para përjashtim. Pra, vrejtje e fundit. Kështu që, dhe me thonë edhe ato, kanë qenë të leta. Unë e kom pyet, disa më kanë tregu që anët nuk është mirë, thojnë ashtu, që së është mirë pak. Edhe pse e kom pa, po e kom pa pas të më dalë për i burgut, shkonim nga njëherë në konvikt, se më largun për i konviktut, edhe ndo njëherë ilegal të shoqet, dhe ajo vinte, u silte prap, ka konvikti, dhe të vetëm insan që ishtishim shoqet me e përmend emrin. Dhe me thonë, mesin e krejt studentëve, ishtishim shoqet, mbyllshim drejtoret edhe, ja kemi thirrë emrin. Ashtu e kem po atëherë ishte pak rrezik se zguxojshe, prap ish një sistem represiv në atë kohë. Ma vonë, dhe me thonë, unë e erdha në Prishtinë edhe nuk kom pas kontakt, s'kom pas kontakt me ta. Çka mi thonë tash? Unë se fali, po as nuk ka këmerne, po me fali jo. Sepse sot shoqja ime e ndjerë, ajo është e vdekun. Do me thonë, Dushanov Prizrenit, Mehrie Krasniqi, do me thonë asaj veç edhe dorën ja ka thy, e njejta, edhe s'është e letë. Sidomos femrën, s'është e letë. Me falë, po. Tash, vetë mbetet shteti letë, po nën pak. Duhet.